E dini se deputetët e ri të Kuvendit të Kosovës duhet të mblidhen çdo 2 ditë derisa të zgjedhin kryeparlamentarin dhe zëvendësin e tij. Ja pse? Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës, e cila nisi më 15 prill, të hënën u ndërprej për herë të katërt si pasojë mosmarrëveshjeve mes partive politike për postin e kryeparlamentarit. Lëvizja vetëvendosje këmbëngull në propozimin që deputetja e saj, Albulena Haxhiu, të jetë kryetare e Kuvendit, ndërsa PDK-ja, LDK-ja dhe AAK-ja kundërshtojnë. Në të dyja rastet kur doli në votim emri i Haxhiut në krye të Kuvendit, ajo mori vetëm 57 vota, të pamjaftueshme për t'u zgjedhur në krye të Kuvendit. Bllokimi i konstituimit të Kuvendit vazhdon, ndërkohë që partitë fajsojnë njëra tjetrën për situatën. E çfarë parasheh rregulloria në këto raste? Rregulloria e Kuvendit thekson se në rast se seanca ndërpritet, ndërprerjet nuk mund të jenë më të gjata se 48 orë, andaj seanca e radhës është caktuar për të mërkurën orën 10. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës vlerëson se edhe sipas gjykatës kushtetuese, partia fituese ka të drejtë ekskluzive të propozojë kandidatin për kryetar, ndërsa deputetët kanë detyrim të marrin pjesë në votim, por jo patjetër të votojnë pro. Kur mungon shumica, lind obligimi për të zhvilluar diskutime për të kërkuar kompromis dhe për të shmangur zvarritjen e mëtejshme, jo domosdoshmë në mes të këtyre seancave krejt të kota. Nëse nuk ka lëvizje, duhet të fillojnë së paku reflektimet, qoftë për qasjen, qoftë për vetë opsionet politike. Partitë nuk kanë njoftuar për ndonjë marrëveshje të mundshme për të mërkurën. Deri atëherë, matematika do të diktoj politikën në Kosovë.